Situata tek bizneset është alarmante që tani, ekonomia ende nuk është ngritur në këmbë pas COVID-19 dhe krizës energjetike, dhe nëse dikush pret që kjo të mos përhapet në ekonominë e vendit, atëherë gabon. Këtë në emisionin Biznes 21 e tha Romeo Kostadinov, zëvendës kryetari i lidhjes së odave ekonomike. Në takimin me kryeministrin u është premtuar se do të ketë masa, por Kostadinov thotë se importojmë ushqim dhe lënë të para, ndërsa çmimet më të larta do të rrisin edhe çmimet e produkteve tek ne. Sipas tij, nëse të hënën përsëri do të ketë rritje të çmimeve të karburanteve, efektet mbi çmimet e një pjese të produkteve në markete do të fillojnë të ndjehen një javë më pas. Сега засега нема интенција на покачување, сега затоа што стопанските субјекти се уште можат да се носат со ова на краток рок. Доколку во понеделник повторно се покачи цената тогаш? Тогаш веќе имаме уште недела дена која што е неизвестна пред нас и веќе после таа недела очекувате дека ќе мора цените да се покачуваат на одредените продукти. Колку? Прашањето, ако 14,5 остане ова покачување, значи рачунајте дека 10 до 15% секако ќе има покачување на одредени артикли, кои што се увозно зависни, зависат од транспортот и од енергенција. Konstantinov thotë se ekonomia mund të përthith një shok dyjavor nga çmimet e karburanteve dhe të hegjidor nga fitimi. Ka edhe paralajmërime nga kompanitë se do të ndërpresin punën nëse turbulencat globale vazhdojnë. Sipas Blagica Petrevskës nga Finance Think, nuk duhet të nxiten pritjet për inflacione. Hulumtimi i tyre ka treguar se nëse tensionet përfundojnë shpejt, efekti i rritjes së çmimeve të naftës mbi nivelin e përgjithshëm të çmimeve tek ne do të jetë i moderuar. Efektet do të jenë më të mëdha nëse kriza zgjat, por sipas saj, tani është hapësira për veprim të shtetit që është e kufizuar. Сепак просторот за делување е навистина многу ограничен и не е така, како да кажам, великодушен. Не би можеле да имаме такви великодушни мерки кои што ги забележавме во тек на ковид и во тек на енергетската криза, во смисла дека тие мерки ќе бидат исклучително линеарни и ќе траат многу долго, па ќе имаме прв, втор, трет, петти пакет. Во оваа ситуација тој луксус навистина ние не можеме да си го дозволиме. Sipas ekspertit energjetikës Konstantin Dimitrov, bara që të gjithë do të ndjejnë duhet të ndahet në mënyrë proporcionale. Треба да преземат дел од овие да помогнат на државата и супермаркети да намалат профит, да се сите ќе бидат погодени, а и граѓаните ќе платат нешто повеќе. Треба да се сподели разумно на сите чинители што се во ова, и тие што купуваат, и тие што продаваат, и што влегува. Горивото влијае. Колку влијае на секој производ може да се провери, колку може да зголеми тоа цената, и исто така прашање на анализа за секој производ кој што е во супермаркетот. Sipas tij, në këtë pasiguri globale, ajo që si shtet duhet të bëjmë është të gjejmë mekanizma për zbutjen e goditjeve ndaj kompanive dhe qytetarëve.